Unë kanë që për babën ka vdek, fryma e ka dollë për shpinë. Atë e në këmë po gjenazë e babës, e këmë po vitë njënë edhe. Është planifikuar që në cilësi të dëshmitarit të ndëgjuar identituarve të në zane. Në qatë ditë i në orë për punës, të konë në ora 12:15 qatë. Këna hongër buk, masi këna ngronë buk i këna kry drejken. Dhe ka ora dome të 35 nuk e di saktë. Ka orë djali i blerimit Arlindi, edhe ka thonë që shumë boni talanti. Edhe unë jam quhu, kom shku e kom këshyrë, djali ka u koni thertë në 3 vena. Unë fryma e ka dollë për shpinë. Po me djali në konë Ermilje dhe Jetmiri bashkë, në konë me Arlindi. Ka dollë i liri me shku me shqyrë që kryen me të ata 2 djemë tjerë. Ka më si ka ndohet i shka atyre. Edhe në qatë moment, kom shku i ku marë qelsa dhe kjerit tuën, edhe kom dërgu me kërë familjes të. Arlindin të për një pjanë. Për me dërgu një pjanë që këmë e fë. Edhe në qatë kërë ka dole dhe baba me këshirë që shka o bo, se baba ka mrena, të po shumë. Edhe unë e këmë morë kjerë i në shku, atë e baba është njësë për pjetë më shku me këshirë që ka ndodhë, unë i më shku për një pjanë. Diku ka mesi rrugës, më ka lejmru i liri, ka honë që e ka në thera dhe botësin. Tani e ka në telefonin, jena shku në një pjanë të që këmë e fë. Arlindin që këna që po. Edhe nuk di sakta këmë thiron i lirë, a i liri mu, më kanë që për babën ka vdek. Edhe prej ati momenti në nërë migja, hallat, edhe nona e nërë një pjanë. Edhe unë i këmë marë, jenë konë shumë mërzitën komplet. I kom të bu vetë familjarët e kina shku në Magure. Ku në Magure? Te që këmë fëja në Magure që është. Edhe aty unë e kom po gjenazën e babës, e kom po vishë mblunë edhe... E keni taku aty kushërinë e lirë. A keni pytur... A keni mundër me pytur, a keni pytur... Po, e kom pyt edhe... Se s'ka kështë ndohë në Zlakuqani. Unë e kom pyt, më ka kalëzu kretë që shka ndohë rase. Të monë janë fjallët e tina, është një që e ka unë që masi jenë shku jenë morë vesh, që me shku më lajmëru në polici, edhe masi jenë të hezë prej shpije, ka dorë të alanti me thikë. Ka dorë të alanti me thikë? Ka dosh me therë babën. Edhe masi e kanë largu thikën, dhe më e kanë largu, ato në kështu e kanë largu, e ka dhonë thikën në Skënderit e kë i kam shumë babës. Ka të regu pëse ka tentu i nitur i Taulan Krasnisi me thejër babajt të me thikë, dhe pëse i akuzuar ka një Skënder Krasnisi e kështë e thejër babajt të me thikë. Jo, e vetëm ka dalë, dëmoni ka dalë këtyne për para, ka dalë vish me thejër. Dhe di që ka unë ka shohaj, di që ka dalë shmi shu babës. Jo, dhe që di që ka dalë për para, për ku që ka dalë për para? Taulante. Motivin, pëse ka ndodhë, si pas jush? Jo, nuk e di. Që di që i kam shumë mas shpinës edhe që të sa... Pa të arsyër motivin pëse? Jo. Dhe qenë se po deklaran se kemi pas raporte normale qësore me të në panderën së në vetë Krasnisë. Në në të njëtë në kohë deklaruat se i njëtë ka qenë problematik, por si familje në keni pas probleme. A më nëshme spjegu trupit gjykues në qëfar kuptime ka qenë problematik si pas bindjes të ndë. Cëlla deprime që të nëshme të shtimë në tonë për të kanë që është problematik. Ato që më nëshme ditë që tu shekretë është që kjo asë 2 mujë duke se ka pas 1 mujë që drejtojnë e shkollës ka godit. Dhe më nuk kam problematik, ka bo probleme shumë a herët. Nuk e di që ka